Kosova shënon 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, nderohet sakrifica e heronjeve dhe figurave historike. Lider rajonale botror urojnë ditën e pavarësisë, flasin me partneritet me Kosovën. Njëra qytetar morin pjesë në marshin drejtësi jo politik në mbrojtje të vlerave të UÇK-s. Krye diplomati Konjufci arrin në Hag, merr pjesë në seancën e fjalës përfundimtare të mbrojtjes. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Me thirrjen drejtësi jo politik në sheshin Skënderbeu mblodhen dhjetra mijëra qytetar në një marsh në mbështetje të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Tubimin e mbështetje dhe presidentja Vjosa Osmani së bashku me ministra, deputet e zyrtar partijak. Nga aty u kërkua drejtësi për çlirimtarët dhe u theksua se nuk duhet të barazohen agresori me viktimen, me mesazhin jo gjykim në emrin tim. Flamujt kuqezi valuan nga do sheshi të Prishtinës. Emri Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit jehuan në zemrën e kryeqytetit bashkë me 3 shkronjat e arta UÇK. Emocionet të forta lot e ndjenj krenarie. Për dhjetra mijëra qytetarë që sot mbushën sheshet e Prishtinës, kjo nuk ishte vetëm protestë, por shprehje e mirënjohjes për ata që dikur luftuan për çlirimin e Kosovës. Familjarë të tyre, krerë të shtetit, aktor politik e qytetarë të shumt, kërkuan drejtësi për 400 e UÇK-s në Hag. Thirrjet tona për drejtësi e jo politik nuk janë kundër askujt. Janë për dinjitetin ton kolektiv. Ne nuk mund të pranojmë që proceset që zhvillohen në emër të popullit të Kosovës të përdoren për të barazuar agresorin me viktimen. Kemi të drejtë të kërkojmë që historia jonë të mos shtrembohet dhe as të rishkruhet. Derisa kërkuan liri për ish-krerët e UÇK-s, protestuesit thanë se nuk duhet të lejohet që sakrifica të barazohet me faj. 18 vjetori pavarësisë është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që fluan për lirin tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u fljua në gjak, në Afrikisë. Ne sot ecim të lirë, por nuk do të ecim kurrë mbi harres. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë. Një zë që nuk blihet, një zë që nuk friksohet, një zë që nuk do të ndalet. Ky popull nuk harron se kush ishte agresori e kush është viktima. President, kur u niste për Hag, na the, kjo nuk është lam të mirë, por mirë pofshi. Ushtria çlirimtare, kush lufton për këto troje. Mesazhi që u dha nga Prishtina në 18 vjetorin e pavarësisë ishte i qartë. Qytetarët duan drejtësi, liri e mosnjollosje të luftës së UÇK-s. Si ushtria e jon. Përmes transmetimit drejt për drejt të RTK-s, marshi në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s u përcoll edhe nga familjarët e çlirimtarëve e qytetarë që po e përcjellin procesin gjyqësor atje. Ndryshe, seancat në Hag do të fillojnë sërish nesër.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Gleu Konjufca nga Haga ka thënë se askush nuk mund të shkel mbi ushtrinë tonë të lavdishme që Kosova e ka krijuar. Për t'i treguar gjithë botës se kjo është vlera më sublime që ka krijuar vendi ynë Kosova, qëndron në themel të shtetit tonë dhe do të mbrohet me çdo kusht dhe me çdo çmim, ka thënë ai. Të ndëruar shikues, do të zhvillojmë një transmetim të drejt për drejt me Hagën, atje kemi kolegen ton Elmina Osmani. Elmina, të përshëndes dhe na thuaj çfarë pritet të ndodhë në seancën e nesërme të gjykatës së Hagës. Mirë mbrëma Gzim për juve në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë ne aktualisht jemi në pritjen e ambasadës Kosovës në Holandë, e cila ka organizuar këtë ndej për në nder të festës 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës, ashtu siç e thatë edhe ju. Të ndëruar shikues, kemi probleme teknike me këtë linë të drejt për drejt dhe sapo regjia më tregoi që është gati, atëherë ne sërish do të rilidhemi gjatë këtij edicioni. Derisa procesi gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s po shkon drejt fundit, Kosova sot me aktivitete të ndryshme shënoi 18 vjetorin në shpalljes së pavarësisë. Dita nisi me ngritjen e flamurit të Kosovës nga krerët e shtetit, të cilët uruan qytetarët dhe bën homazhe në nderim të pagjeturve, fëmijëve të vrarë dhe heroinave të Kosovës. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Natyrisht që sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore. Sot shënojmë 18 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, mbase një republikë e re, por jo edhe aq e re për të kuptuar se liria kërkon angazhim të përditshëm. Sot, por edhe çdo ditë tjetër, kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot ne e gëzojmë, pra dëshmorët e kombit dhe martirët. Para 18 vjetëve lindi pavarësia e Republikës së Kosovës, por lindi e pjekur. Me qenë se shumë breza të veprimtarve, mbar populli ynë me gjeneratët të panumërta, ka kontribuar, është sakrifikuar që ne të jemi të lirë dhe të pavarur, të kemi shtet demokratik dhe sovran. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qytetare të Kosovës. Do të rilidhemi sërish me gazetaren tonë Elmina Osmani, drejt për drejt nga Holanda. Elmina, të përshëndes edhe një herë, çfarë pritet nesër në seancën e nesërme të gjykatës speciale? Po Gzim, tani për tani jemi në pritje të ambasadës Kosovës në Holandë, e cila ka organizuar për nder të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës. Siç e thatë edhe ju më herët, kryetari në fakt zëvendës kryeministri Gleu Konjufca dhe ministri i punëve të jashtme deklaroi më herët se do ta mbrojmë këtë vlerë e cila është themeli i shtetit tonë, do ta mbrojmë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Ndërkaq gjatë ditës në Hagë është përcjellur nga familjarët e ish-presidentit Hashim Thaçi dhe atyre të Jakub Krasniqit, është përcjellur protesta me shumë vëmendje dhe me shumë emocione, protesta e cila ndodhi në Prishtinë sot për shkak të padrejtësive ndaj gjykatës speciale me thirrjen e vetme liri për çlirimtarët dhe jo politike. Pra u bë thirrje që kjo gjykatë mos jetë politike, por gjithçka të jetë e drejtë. Ndërkohë gjatë ditës së nesërme në mëngjes është paraparë që në ora 9 të nisë seanca me fjalët e mbrojtjes së viktimave
ndërka që pas mbrojtjes së viktimave, kohë do të ketë edhe mbrojtja e secilit të akuzuar, pra 4 avokatët kryesor të secilit të akuzuar do të kenë deklarime për media, do të kenë deklarimet e fundit pra në këtë seancë nga 30 minuta kohë. Secili nga ta do të ketë nga 30 minuta kohë, ndërka që pas tyre do të deklarohen edhe ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi me nga 20 minuta kohë. Ata thuhet, si që kemi marrë vesh, se kanë pregaditur nga një fjalim prej 20 minutash, të cilin pra do të shpalosin nesër, do të thëmë pra në fjallën e tyre të fundit në këtë seancë. Dhe me kaq do të përmbyllet e gjithë pjesa derisa të merret vendimi i cili pritet të merret pas 3 muajsh me mundësi të vazhdimit edhe 2 muaj të tjerë. Kjo është sa i përket ditës së nesërme e cila pritet pra e seancës së nesërme në gjykatën speciale. Elmina, të falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt dhe këto informacionet që sollet për shikuesit e televizionit publik. Krerët e shtetit bën homazhe dhe pranvarëve të ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi si dhe të monumenti Heroinat, duke nderuar kontributin e tyre për lirinë e popullit të Kosovës. Me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, udhëheqësit më të lartë të vendit kanë bërë homazhe për të nderuar figurat kyçe të historisë sonë kombëtare. Presidentja Vjosa Osmani, kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu dhe kryeministri Albin Kurti vendosën kurora me lule pranë varrit të ish-presidentit historik Ibrahim Rugova, si dhe të varri i veprimtarit të çështjes kombëtare, Adem Demaçi. Homazhe u bën edhe tek monumenti Heroinat, në nderim të grave dhe vajzave që përjetuan dhunën gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këto homazhe, krahas krerëve të shtetit të Kosovës, mori pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili vendosi kurora me lule në shenjë respekti. Këto nderime janë pjesë e aktiviteteve shtetërore për shënimin e përvjetorit të pavarësisë, duke rikujtuar sakrificën dhe kontributin e atyre që luajtën në rol të pazëvendësueshëm në rrugën drejt lirisë dhe ndërtimit të shtetit të Kosovës. Përveç liderëve politik, Prekazi, vendi i përjetësisë për lirinë e Kosovës, si çdo vit me 17 shkurt, vizitohet nga shqiptarët e mbar trojeve për të përkullur para sakrificës që solli lirinë e Kosovës. Krerët e shtetit e nisën ditën me nderime në kompleksin memorial në përkujtim të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që ranë për liri. Presidentja Vjosa Osmani, kryeparlamentari Albulena Haxhiu dhe kryeministri Albin Kurti vendosën kuror lulesh. Në vendin e sakrificës u përkullën edhe ish luftëtar të UÇK-s, në nderim të luftës çlirimtare dhe veprës së komandantit. Të rinj, nxënës të shkollave të veshur me uniformën e UÇK-s, duke u njohur nga afër me historinë mbi të cilën u ndërtua shteti i Kosovës, vizituan Prekazin. Vetë dëshirën e nxënësve janë përgatitur kështu simbolik të për të vizituar zvarrejtësit e jasharëve edhe për ditën e pavarësisë. Në ditëlindjen e shtetit në Prekaz, erdhën edhe bashkëmoshatar të Adem Jasharit për ta nderuar për jetë kontributin për liri. Lavdi për ta gjithmonë jetë kost. Jam 55 me Adem Jasharin në 1955 jam. 55 në 1955 në gjenerat e tina jam. Edhe në këtë përvjetor të pavarësisë, Prekazi u vizitua nga qytetarë të shumët.
Edhe Glogxhani Deçanit në ditën e pavarësisë hapi dyert e kompleksit memorial e priti vizitor nga mbar vendi, të cilët bën homazhe pranvarreve të dëshmorëve të UÇK-s. Në ditët si kjo e 17 shkurtit, e cila erdhi fal sakrificave të mëdha të popullit ton, gjithmonë rritet shpresa dhe besimi për një të ardhme më të mirë. Mirë po së bashku me to, shtohet edhe obligimi ynë ndaj vendit dhe atyre që dhanë më të shtrenjten jetën e tyre. Kështu është shprehur veterani i luftës së UÇK-s Ibrahim Selmonaj pas ndërimeve në kompleksin memorial të dëshmorëve në Glogxhan. Nuk janë shumë vjetë që kanë kalu prej lufta dhe asnjë prej luftarëve nuk e ka ditë se ka me emri. Këtë kohë dëshmorët e kanë pas një ëndër, më konë të lirë, me pas ushtri, me pas rregull, me pas disiplinë. Kur bën këto edhe këta kush vjen e ishe, unë në një vetën më mirë, kur më rrijen. Për derisa nuk më rrijet këtë qëllim, gjithherë e një vetën si kam obligim edhe kam një obligim pakoj. E ndërkaq, kryetari i komunës Bashkim Ramosaj tha se kjo fest po duket e zbet pa njerëzit meritor që kontribuan për këtë ditë. 18 vite mas shpalljes së pavarësisë, e shumë aktorë që kanë pru lirinë, kanë pru pavarësinë janë në Hagë, kjo është e padrejtë. Po ashtu fatkeqësisht edhe në atë periudhë në shpalljen e pavarësisë na kemi pas pak të vramë shpirtin për shkak se në atë kohë një pjesë e themeluesve të ushtrisë kombëtare e komandantët dhe më të zotë kanë qenë në Hagë në atë kohë. Me rastin e shënimit të 17 shkurtit, gjatë ditës edhe në Deçan janë organizuar aktivitetet e tjera kulturore. Në Kuvendin e Kosovës është mbajtur seanca solemne për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. I pranishëm ishte edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe përfaqësuesi familjes Jashari, Rifat Jashari. Në këtë seancë u kujtua sakrifica e brezave të tërë për lirinë e vendit. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, e vërteta nuk mund të tjetërsohet dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër. Këtë ditë të rëndësishme e lartëson ajo që qëndron në themelin e Republikës sonë, ajo që buroj nga populli, që është sa mundësia edhe e vërteta e tij. Ushtria çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë për çlirim. Ndërsa kujtojmë datën e shpalljes së Republikës, brengosemi që krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës e të Republikës Kosovës po akuzohen padrejtësisht sepse ata guxuan të marrin armët për liri kundër shtypjes një shekullore dhe kundër një regjimi gjenocidal. Akuzat e prokurorisë speciale në Hagë për krime kundër njerëzimit nuk qëndrojnë. Ato nuk marrin parasysh kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare, së cilës ja detyrojmë lirinë e sotme. Me unitet, punë dhe vizion të qartë, ne do ta çojmë përpara ëndrrën e atyre që sakrifikuan gjithçka për këtë ditë. Shteti ynë është i ri, por jo i brisht. Kosova po forcohet çdo ditë më shumë. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurrez të sakrificës sonë. Ne nuk pranojmë barazi artificiale mes agresorit shtetëror serb dhe rezistencës sonë për liri. Pallja e pavarësisë ishte akt i unitetit kombëtar dhe politik, ishte dëshmi se Kosova dinte të bashkohej kur historia kërkonte. Presidenti i Republikës Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi dhe të gjithë deputetët e Kuvendit Kosovës të asaj legjislature kishin jo vetëm fatin historik, por dhe peshën e madhe të një rrugtimi gjeneracional të shpallin pavarësinë e Kosovës. Të një populli që ende po sfidohet pse luftoi për lirinë e vet, duke u përballur me gjykime të padrejta. Janë 4 emra që janë simboli i lirisë. Është Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, të cilët padrejtisht
janë duke u ballafaquar me një proces në cilin jemi pasi dyshim që të shpallën pafajshëm. Ndërkohë, sot është mbajtur edhe mbledhja solemne e Qeverisë së Republikës Kosovës, ku kryeministri Albin Kurti tha se në këtë ditë kujtojmë sakrificën dhe qëndresën e popullit tonë, gjithashtu në këtë ditë kujtojmë edhe heronjt tonë. Sot në këtë mbledhje solemne të qeverisë, kujtojmë aktin historik të shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt 2008. Kujtojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, nderojmë heronjt dhe veprimtarët e rëndë shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas luftës së dytë botërore, të cilët kulmuan me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Nën urdhrin e komandantës supreme, presidentës Vjosa Osmani, u mbajt parakalimi ushtarak në shënim të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Nën ritmin e marshimit dhe në praninë e mira qytetarëve, u prezantuan kapacitetet moderne ushtarake policore si dëshmi e forcimit të institucioneve të sigurisë. Presidentja Vjosa Osmani tha se rruga e shtetit ton është ndërtuar mbi sakrificë, gjak dhe përkushtim të vazhdueshëm të brezave ndër vite, ndërsa kryeministri Albin Kurti vurin e pa investimet qindra milionshë në armatim, infrastrukturë dhe gatishmërinë për mbrojtjen e integritetit territorial të vendit. Zonja Presidente, kuadratet e Forcës së Sigurisë Kosovës dhe Policisë Kosovës për ndërtje për vjetorit të Republikës Kosovës janë trashëtuar dhe të gatshëm për parakalim, raporton Gjeneral Major Cikaçi. Filloni me parakalimin general. Si urdhon. Urdhëri u dha nga Komandantja Supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Presidentja Vjosa Osmani, me së ritmeve të fuqishme të shpirtit dhe apërimit të përkryer, kuadratet e policisë dhe ushtrisë filluan marshin. Trupat e dy arterieve më të besueshme të sigurisë së vendit u përcollën nga mijëra qytetarë nga gjithë Kosova, të mbledhur për ta nderuar sakrificën për kushtimin dhe forcën e Republikës. Ata panë pajisje moderne, kapacitete ushtarake dhe policore, gatishmërinë dhe profesionalizmin që mishërojnë mbrojtjen e sovranitetit dhe rendit kushtetues të Kosovës. Këtu Presidentja Osmani theksoi se rruga e shtetit tonë është ndërtuar mbi sakrificë, gjak dhe përkushtimin e vazhdueshëm të brezave ndër vite. Prandaj sot në këtë hapësirë ku lindja e shtetit, sakrifica e të gjithë luftëtarëve të UÇK-s dhe plagët e luftës që ndrojnë bashkë në një vend, kujtojmë përpjekjen e brezave që u vulos pikrisht në shkurtin e vitit 2008. Para 18 vitesh Kosova u shpall shtet, por shumë përpara saj dite, Kosova kishte fituar lirinë. Osmani tha se Kosova qëndron krenare, sovrane dhe pa lëkundur në aspiratat e saj euroatlantike. Sot para jush qëndron një republik 18 vjeçare, e lindur nga sakrifica, e ushqyer nga qëndresa dhe e forcuar nga shpirti i popullit të saj, nga secili prej jush. Kosova është shtet i lirë, i papërkulur, i vendosur për ta mbrojtur lirinë e vet, në çdo pëllëmp të saj. Kryeministri Albin Kurti tha se Kosova lindi si shtet nga rezistenca paqësore, lufta çlirimtare dhe ndërhyrja ndërkombëtare. Ai përmendi edhe procesin gjyqësor në Hag ku po gjykon ish krerët e UÇK-s, duke e quajtur gjykimin jo transparent dhe të pashembullt në praktikën e drejtësisë ndërkombëtare. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar, çlirimtare dhe antikolonialiste, një luftë drejt e një populli të okupuar e të shtypur nën apartheid, dhe kjo është një e vërtet që nuk mund të ndryshohet asnjëherë nga askush dhe asgjë.
Kurti ka përmendur dhe investimet në ushtri dhe policinë e Kosovës, në forcimin e kapaciteteve profesionale në mekanizmat e sigurisë të gatshëm për ta mbrojtur integritetin territorial të vendit. Investimi për blerjet pajisjeve është mbi 450 milion euro. Investime këto drejt për drejta në armatim modern, automjete ushtarake, municion të mjaftueshëm dhe sisteme të komunikimit. A i tha se sigur se para 18 vjetësh, edhe sot e në vazhdimsi Kosova do të jetë sovrane dhe e lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan uruan Kosovën për 18 vjetorin e pavarësisë. Rubio theksoi mbështetjen në SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, ndërsa Erdogan nënvizoi përkushtimin e Ankaras për ruajtjen e sovranitetit dhe forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Presidentja Osmani pranoi letër urimi edhe nga presidentja Republikës së Slovenisë Pirc Musar. Krerët e shtetit kanë organizuar një pritje shtetërore për shënimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani tha se pavarësia e Kosovës erdhi fal dëshmorëve, martirëve e të rënëve në luftën e Kosovës. Ajo shtoi se Kosova po punon drejt së ardhmes euro-atlantike. Ndërkaq kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu deklaroi se pavarësia e Kosovës është rezultati i një rruge të gjatë dhe të vështirë të sakrificës, të organizimit, mobilizimit dhe më rëndësishmja të unitetit ton si popull. Kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij theksoi se shteti i Kosovës është i paraprir nga mijëra vite të ekzistencës son si popull e qindra vite si kombë. Ai shtoi se para deklarimit të pavarësisë, shtetësia jonë ka ekzistuar në shumë forma. Me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë, presidentja Vjosa Osmani priti në takim presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj në një atmosferë festive duke falenderuar për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Begaj zhvilloi takime edhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu, me të cilën diskutoi për shtetëndërtimin dhe rrugtimin euroatlantik, si dhe me kryeministrin Albin Kurti, të cilit i uroi suksese në mandatin e ri. Ai po ashtu uroi qytetarët dhe institucionet për përvjetorin e pavarësisë. Në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në Prizren organizuan aktivitete të shumta festive, ku qytetarëve prizrenas u bashkuan edhe vizitor nga rajoni. Shumë prej tyre theksuan se pavarësia i ka rënjet që nga lidhja shqiptare e Prizrenit. Qyteti i Prizrenit mbetet ndër destinacionet kryesore të qytetarëve anë mban Kosovës dhe jo vetëm, në kremtimin e festave të rëndësishme kombëtare. Në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë është lidhja shqiptare e Prizrenit që kthen në kujtesë fillet e shtetformimit të vendit, pa marrë parasysh datën apo ngjarjen. Lidhja e Prizrenit i përfason trujet etnike shqiptare. E përfshin Shqipërinë, Kosovën, Kosovën lindore, tash Maqedoninë e Veriut, prandaj mendojmë se lidhja e Prizrenit është nona, themeli i shqiptarëve. Me nipa me se dulum pak. Me shiju. Keni treguar sot nipave dhe mbesave? Kemi treguar gjithçka për shlirimin ton, për QK-n. Këtu është fillimi i shqiptarisë. E lindur dhe e rritur në Shkup, jeton në Prishtinë, por kremtimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Drita Rexhepi ka zgjedhur ta festojë në Prizren. Jam shumë e lumtur që jam në ditën e pavarësisë në Prizren, sepse me të vërtet Prizreni ne meritojmë me qenë Prizren. Lemo Prizreni që meriton me qenë kretë Kosova me arë këtu, jo vetëm kretë Kosova edhe Shqipëria. Sepse edhe për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë kemi qenë në Vlorë. Rrugtimin e Kosovës në 18 vjet prizrenasit e ndjejnë thellë, duke kujtuar ku ishin për gati 3 dekada më parë. Marshi e ka të vetën, çdo respekt. Aja e ka marrë primatin, por populli e ndin vetë veti, e din këtë gëzim,
Veç me ndoni para 27 vjetë kësi kohë që kemi qenë. Në këtë përvjetor të 18 vjetë shtet, përfaqësues institucional dhe familjar të dëshmorëve veteran të luftës nderuan edhe sakrificën e herojëve të rënë për lirinë e vendit. Në 18 vjetorin e pavarësisë, drejtues komunal dhe qytetar të Mitrovicës bën homazhe të varrezat të dëshmorëve, ndërsa sheshi i qytetit u mbush me flamuj dhe qytetarë që festuan këtë ditë historike. Pas ceremonisë përkujtimore, aktivitetet vijuan në qendër mes flamujve kombëtar dhe muzikës festive. Mitrovica u është bashkuar sot festime me mbar kombëtare për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Homazhe, aktivitete sportive dhe një atmosferë festive kanë shënuar këtë ditë në qytetin Buz Ibrit. Kryetari i komunës, së bashku me bashkëpunëtor dhe përfaqësues institucional, kanë bërë homazhe të varrezat e dëshmorëve, duke vendosur kurora lulësh në nderim të sakrificës për liri. Ska pos fest edhe koha e kje që kur farë festën Mitrovicë ka pos gjithë procedurë Prishtinë rorë edhe të Shqipërisë atje edhe këta ju shku me autobusa për datohët. Uribe ju këft, festa edhe juve, edhe neve. Na dojnë me festu me shoqëni ditën e 17 shkurtit. Është një ditë e shenjtë ku kanë luftu dëshmorët tonë dhe na duhet që me dojnë me festu edhe mi bo ata krenor që na e festojna këtë ditë edhe jena shumë të lumtur. Po si zakonisht i krejt shqiptarët. Mitrovicë me siguri do të jetë një festë ma simbolike, po në qendër Prishtinës dihet. Uribe 17 shkurtit, dita e pavarësisë. Festimet kanë vazhduar edhe në orët e mbrëmjes me aktivitete kulturore. Të nderuar shikues, në mbyllje të këtij edicioni ju njoftoj se për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Filharmonia e Kosovës do të mbajë koncert. Këtë koncert do ta bëjmë transmetimin e drejt për drejt me njëherë pas edicionit të lajmeve. Kaq për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.